Shkruan Gjergj Zefi, Ballkani po hyn në një vjesht të pazakontë. Aleksandar Vučić shkon drejt zgjedhjeve të parakohshme në presionin e protestave në Serbi, ndërsa Edi Rama përballet në Shqipëri me konsumimin e një pushteti të stërzgjatur. Dy liderë me orientime të ndryshme gjeopolitike, por me një ngjashmëri gjithnjë më të dukshme. Shtetin e kanë lidhur aq fort me pushtetin e tyre sa sot çdo goditje ndaj sistemit përkthehet në një betejë personale për mbijetesë. Ka një moment në jetën e çdo pushteti të gjatë kur problemi nuk është më opozita, është koha. Aleksandar Vučić po e provon sot në Serbi. Edi Rama po fillon ta ndjejë në Shqipëri. Vučić ka njoftuar zgjedhjet parakohshme më 18 ose 25 tetor, pas 18 muajsh protesta që nisën me tragjedinë e Novi Sadit dhe u shndërrua në një revolt të gjerë kundër korrupsionit dhe mënyrës së qeverisjes. Pas 12 vitesh si kryeministër ose president, ai gjendet përballë një kundërshtari që propaganda, kontrolli politik dhe makineria elektorale nuk e neutralizojnë dot aq lehtë lodhjes së shoqërisë nga pushteti i tij. Në Tiranë ndryshojnë rrethanat jo shumë prej simptomave. Rama ka 13 vjet në kryeministri dhe një mandat 4 të fituar. Gjatë kësaj kohe Partia Socialiste është ndëruar gjithnjë më shumë në partinë e Ramës, ndërsa qeveria mban vulën e tij në pothuajse çdo vendimarrje të rëndësishme. Në këtë pikë ngjashmëria me Vučićin bëhet e fortë. Edhe Rama është vetë sistemi që ka ndërtuar. Kjo është njëkohësisht forca dhe dobësia e tij më e madhe. Kur pushteti përqendrohet për kaq gjatë rreth një njeriu, nuk ka më kujt t'ia delegosh faturën. Tenderet, koncesionet, klientelizmi, raporti me biznesin, administrata, përdorimi i shtetit në zgjedhje, pabarazia në shpërndarjen e pasurisë publike dhe skandalet që prodhon qeverisja grumbullohen në të njëjtën adresë politike. Raporti përfundimtar i Odirit për zgjedhjet e vitit 2025 foli për mungesë të kushteve të barabarta, raportime për intimidim, keq përdorim të burimeve publike, presion ndaj punonjësve të shtetit, blerje vote dhe ndikim të pretenduar të elementeve kriminal në zgjedhje në disa zona. Këto nuk janë akuzat të opozitës shqiptare, janë probleme të dokumentuara nga vëzhguesit ndërkombëtar. Këtu Rama dhe Vučić afron shumë më tepër se sa Tirana zyrtare do të dëshironte ta pranonte. Të dy kanë ndërtuar pushtetet mbështetur te një lider dominues, një parti e lidhur fort me shtetin, administrata si burim fuqie politike, klientelizmi dhe aftësia për t'i bindur partnerët ndërkombëtar. Se alternativa ndaj tyre mund të jetë më problematike se vazhdimësia e tyre. Ndryshimi i madh mbetet gjeopolitika. Vučić luan prej vitesh në disa tavolina, Bruksel, Moskë, Washington e Pekin. Rama e ka lidhur Shqipërinë qartësisht me perëndimin dhe në politikën ndaj Rusisë nuk ka ekuivokun e Beogradit. Megjithatë, orientimi pro-perëndimor nuk është certifikat pafajësie për mënyrën se si ushtrohet pushteti brenda vendit. Kjo është pikërisht dilema shqiptare. Për vite, Rama ka ditur ta shes stabilitetin si kapital politik në kancelaritë perëndimore. Brenda Shqipërisë ndërkohë pushteti është bërë gjithnjë më personal. Kufiri mes partisë dhe shtetit është mjegulluar dhe zgjedhjet zhvillohen në një terren që Odiri cilësoi si të pabarabartë. Vučić ka bërë të njëjtën gjë me një formulë tjetër. Edhe ai është paraqitur perëndimit si njeriu që mban Serbinë në kontroll. Frenon nacionalizmin kur duhet dhe garanton që Ballkani të mos shpërthejë. Për vite kjo formulë funksionoi. Tani të dy liderët po ndeshen me kufirin e saj, sepse pushteti mund blej kohë të prodhojë aleanca, të shpërndaj favore, të kontrollojë administratën dhe të shfrytëzojë dobësinë e opozitës, por nuk mund ta ndalë pafundësisht konsumimin. Vučić e ka përballë në rrugët e Beogradit dhe në zgjedhjet e tetorit. Rama e ka përballë në një shoqëri ku pakënaqësia nuk përkthehet domosdoshmërisht në vot për opozitën, por ku besimi se pushteti është i pakonsumueshëm ka nisur të çahet. Këtu qëndron dhe rreziku për të dy. Sa më shumë një lider bëhet sinonim i sistemit, aq më pak mund të reformojë sistemin pa cënuar pushtetin e tij. Në fund mbrojtja e qeverisjes kthehet në mbrojtje të vetvetes. Prandaj vjeshta e vitit 2026 nuk është vetëm vjeshta e Vučićit, as vetëm vjeshta e vështirë e Ramës, është vjeshta e mbijetesës. Njëri kërkon ta kalojë përmes zgjedhjeve, tjetri duke mbajtur fort një pushtet që ka hyrë në vitin e 13. Të dy kanë ende shumë instrumente në duar. Megjithatë, pas kaq shumë vitesh kundërshtari i tyre më i rrezikshëm nuk është më opozita, është fatura e pushtetit të tyre.